sa do shtë travia fundit, nata e fundit e muajit Ramazan. Falës bashkë këtu me xhamatli për 22 vjet, kështu që shumë shpejt. Inshallah Allah me ka planuar. Është diçka e papërshkruar. Shumë shpejt ka shkuar, shumë shpejt. Sonte është taravia fundit. E për namazën e fundit të taravis kemi ardhur në xhaminë e Hevalis për të përjetuar momentet emocionale padyshim dhe atmosferën e Ramazanit, konkretisht të namazit të taravive në këtë xhami. Bashkë me xhamatën e xhamia, po ashtu edhe me hoxhën do të mësojmë në vazhdim se si është atmosfera dhe si kanë kaluar gjatë këtij muaji të bekuar, muajit Ramazan. Ramazan e jashtë Ramazan. Allah na bëht me qenë të fortë e të pafyeshëm këtë ditë, qëndrueshëm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramazanin e kemi kalu shumë mirë, është shkon një Ramazan ashta po folim tash pe vjen ka gjithmonë më lehtë se viteve tjera, më fllad, më shkurt. Mirë kanë shumë vizitet e afërmit. Ndjenja mirë. Një moment ku bashkohen familja. Shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Inshallah Allah me ka planuar, kena ymër me pritë edhe Ramazanin tjetër. Diçka më A të. moment si do është Ramazani, çfarë gjëranin tash këtu? Sot i Ramazan? Nuk e dim nëse nuk gaboj, tash nuk po jam i sigurt, jam nis dikon prej moshës 8 vjeçare, tash jam 42 vjeçar. Onën që ka qenë pa ndërprej asnjëherë. Po edhe ky Ramazan sigurisht edhe gjithë të tjerë ishte i mbushur me emocione, ishte i mbushur edhe me gëzime që Allah i manduar na ka mundsuar që ta presim, po ishte edhe i mbushur me adhurime që mundoheshin me ato mundësi tona që i kishim të përkushtohemi adhurime ndaj Allahut, të mundohemi që sadopak të bëjmë vepra të mira, që Allah inshallah me mëshirën e vet na përfshi rahmetin e tij në këtë muaj të bekuar. Dhe mund të them që jam kënaqur gjatë këtij muaji, është një ndjenjë me të vërtetë e jashtëzakonshme dhe sikur të ishte çdo herë Ramazan dhe ta përcjellim dhe ta kishim këtë iman të forcuar dhe ta kishim këtë ndjenjë të afërsisë ndaj Allahut çdo herë. Është diçka e papërshkruar. Shpejt. Shumë shpejt ka shkuar, shumë shpejt. Ka qenë ashtu caktimi i Allahut që më ka rrob bukur shumë edhe me udhëtu gjatë këtij Ramazani, por që do ta mbaj mend si një Ramazan të mbushur me gëzime, të mbushur me adhurim dhe mendoj se populli jonë çdo herë më tepër po i afrohet Allahut dhe po mundohet që t'i përmbush obligimet që i ka ndaj fesë të Zotit. Kja agjëru Ramazanin? Po, 5 ditë. 5 ditë, a? Po. A ke mujtë me agjëru? Po. A të ka do ka agjërimi i lehtë? Në xhamia ke ardhur shpesh? Po. I fol taravita, pa? sot do ndoshta një emocion i veçantë për shkak se edhe po e mbyllim unë pe llogarisë me ato të kalumet, që është Ramazani 22 që shërbejmë këtë xhami, këtë komunitet. Kështu që 22 Ramazana mund mi ngjen gishta ditët të cilat i kena bërë iftare ndoshta në familje ose në rrethin e ngushtë familjar, që të gjitha iftaret edhe teravit i kena fal ose teravit i kena fal zbashku këtu me xhamatli për 22 vjet, kështu që secili Ramazan edhe i ka ato veçoritë e veta, po edhe secila teravi e pastaj i ka edhe emocionet e veta edhe kur shkon Ramazani dhe kur shkon teravia. Kështu që edhe sot ndihemi të emocionum, po edhe të gëzum, edhe duke gjithë herë të shpresu që Zoti më na i pranu gjithat sakrificë që e kena bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, duke fillu prej namazeve ditore që i kena pas, pastaj namazin e veçantë që është në Ramazan teravin, që me një numër që kam frekuentu ma shumë që e kena fal, po edhe namazin e natës, pastaj edhe iftaret që kena prezentu në për komunitet këtu, për 30 ditë, do me thonë që kena qenë prezent në për familjet ndryshme këtu në komunitetin tonë, është një knasi, po është edhe një, do shta themi në thojza mërzi, sepse mësomi një ambient krejt tjetër, pastaj i kthemi normalitetit, mirë po gjithë shka ka qenë mrekullueshëm gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Çka më çon xhamin e Hevalis, për xhamia të tjera sa përket Ramazanit, të aktivitetet e Po veçoj që edhe hoxha i ri këtu aty në xhami, po edhe xhamati, pjesa tërmuesi janë 3. Jo, edhe vjetrit mirë, po kemi aktivitete të lloj-llojshme, edhe ligjërata të ndryshme, siç ke edhe sonte që na nderoi prezenca e profesor doktor
shefqet Krasniqit që kanë teravin e fundit, por neve ke respekt edhe nder, por edhe për xhamati ka lunë çastet e mira, kështu që shpresojmë presim Ramazana kështu me këtë atmosferë impozante që e kena përjetuar edhe në këtë Ramazan. Ta po falë taravia fundit për këtë Ramazan. Si është këtë Ramazan për ju nga fillimi të përfshirë iftare, sefyre, aktivitetin përgjithësi deri tek ligjërata e fundit, po mund të themi për këtë Ramazan? Bismillahirrahmanirrahim. Po është e vërtetë sa do është taravia fundit, nata e fundit e muajit Ramazan, dhe ne zgjodhëm këtë natë me kalu me vllazërit tonë, me xhamatin tonë të Hevalis, respektivisht në xhaminë e Hevalis. Kjo është xhami e cila në të frekuenton një numër i madh e qytetarëve. Këto në Hevali ka prej këtë Kosovës njerëz të cilët janë shpërngulur, është për xhamive më të mëdha në Kosovë. Natyrisht në duhet gjithë xhamatin, por ta janë mashallah në përlakmi, janë shumë aktiv, janë gjallë, janë të strukturave të ndryshme. E rëndësishme kem këto, e zgjodhëm me falë taravit, edhe në pak një ders, një këshill, m'ia kujtu vetës edhe qytetarëve tonë vlerën e Ramazanit, edhe se ky Ramazan shkoj ashtu siç kanë shkuar shumë të tjerë, po dhe jeta jonë shkon. Dhe një ditë edhe ne vdesëm dhe më përfundon çdo gjë. Sa përket aktiviteteve tona në Ramazan, Ramazani si Ramazan gjithërështë janë beli mirë, por varet për neve sa shfrytëzojmë. E natyrisht na mundu me shfrytëzu sigurisht jo sa dohet, por na mundu me shfrytëzu në përrosh. Tribuna, vizita xhamijave brenda dhe jashtë vendit, me ligjërata të ndryshme, me iftarën, e që iftarë është veçori specifike Ramazanit, ku naftojmë shumë dhe iftojmë në të tjerë, promovimin e 2 librave, dhe qështu punë të ndryshme, të cilat natyrisht janë punë të çdo hoxhe, po edhe në pejtyme, për pas obligimeve tona, po detyrimeve tona personal që kanë raport me Zotin tonë, ibadetet tona, si leximi i Kuranit, sepse është muaji Ramazan, muaji i Kuranit, dhe është ligështi për një musliman që mos ta bëj hat me bile një herë në Ramazan, e një herë është pak, por kjo është minimumi, ku nuk bën në ramë të herë. Andaj do të mundohet edhe Kur'an, që është çështje personale, namaznate, taravih, elhamdulillah për Zotit, çdo që të jetë punë të mëdha të mira të hajrit bëhen në Ramazan nga krejt musliman, edhe për popullin tonë shqiptar, është për të fiksuar gjithashtu se për çdo vit në Ramazan po ka xhamatëri të cilët po vinë në fal edhe po agjerojnë. E që në kupton se po vetë djesohet mileti jon, po kthehet aty ku ka vënë dhe aty ku duhet më kthehet, që është rruga e Zotit. Rruga e Zotit, sepse nuk ka 100 rrugë Zotit. Rruga e Zotit është një. Allah ka thonë wa anna hadha sirati mustaqiman. Kjo rruga jam. Mustarik mustaqim, rruga me drejtë kjo. Ngjath majt në kjo rrugë të Zotit. Rruga e Zotit që kjo. E pjesë e kësaj rrugë të Zotit është edhe Ramazani, është xhamia, është taravia, është agjerimi, dhe kështu me radhë, elhamdulillah, populli jonë, mashallah, te barakallah, xhamia plot, në kohë të iftarit rrugës brasta bosh, qytetet bosh, restorane s'punoj ditën, shumë vende sepse bosh, shkon kohë të iftarit restoranet i kije full të stërmbushura, njerëzit presin agjerimin, kjo është këtësin veti, dhe pra ka aromë, vërtet aromë të Ramazanit, të shqiptar, dhe kjo po vjen duke u rrit dita ditës për çdo vit. A shkoj shpejt ky Ramazan? Po, sigurisht që ky Ramazan shkoj shpejt, sikur se Ramazanat e tjerë, pastaj shpejtësia e kalimit të një kohe, të një periudhe, varet pe aktivitetit të njeriu. Nëse njeriu ka punë shumë, aktiv shumë, se merr kohë. Ndërsa nëse njeriu rrin kë shpinës ton ditën, a një natë nuk shkon, apo selimon një muj ditë, kështu që për mua personalisht Ramazani shkon sikur se me qenë një javë ditë, nga se më nuk më del koha përballë punëve të shumta të cilat i kam. Po lutem Allahun e madhruar që na ketë pranuar këtë agjerim, të gjithë aty në muslimanë ku do të qofshin, e lutem Allahun e madhruar që të bashkojmë musliman, tua bezulloj zullumin ku do të qoftë që është rrotë ndaj muslimanëve, sepse muslimanët gjithmonë ju është bërë pa drejtë dhe vazhdon ju bëhet pa drejtë dhe në këtë dyshimin duke i pa, por Allah është i madh, kjo janë sprova fundja. Me thënë veçantë ne lutemi për vendin tonë, popullin tonë, që të na ruaj Zoti të mira që na ka dhënë, sepse shumë të mira na ka dhënë Zoti. Na ka dhënë fe, na ka dhënë liri, na ka dhënë pasurinë, kena me hangur, me pi, kem të tanat. Çdo të mirë kemi.
pe Zotit, ati ka fshin falë, më na ruaj Zoti këto të mira, më na udhëzo Allahu këta lider tonë, këta prijes edhe fetar, edhe politik, se shumë e rëndësi me qenë këta të udhëzuar, shumë e rëndësi këta me qenë në rrugë të Zotit, me ditë Zotin hak, me ditë vlerën pozitës, me ditë vlerën vatanit, përgjegjësinë që kanë, e me punu për vatan, me qitë interesin shoqëror para interesit individual. Pavarësisht fundja e kanë përzat Zotit, se kënë musliman, apo nuk e kanë, me qitë interesin shoqëror para ti personal, sepse vatani nuk mbahet ndryshe. Këto e ligjit Zotit. Interesi shoqëror, po nuk e qitë para, dje që pasojt në të pashmangshme. Allah rruj këtë vend, e në Zot me dërfër të gjithve, edhe ju falenderit për jush, për punë që këni ba dhe bëni Zot është për dhe falenderit.